A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi wahda wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da. Allah në falenderojmë pejgamberit alayhi salatu wa salam, salata dhe selam e dërgojmë. Nderuam vllazën, jemi sot në ligjëratën e fundit rreth biografisë Imam Shafiut, ku jemi munduar me nxjerr urtësi dobi nga jeta e tij. Kemi thonë që Imam Shafiu është rritur jetim, mirë po pse është rrit jetim, kjo nuk ka qenë pengesë që m'ju hap dyert editorisë, saqë është bërë për dietarëve më të mëdhej që përmendet ende edhe në kohën tonë. Që do të thotë se sa dush më të mbyll Zoti dyert, kjo nuk është arsye që ti mos me vazhdu tutje e mos me pas sukses në jetë. Nganjëherë ne arsyetohemi me mbylljen e rrugëve, e harrojmë që ndoshta disa rrugë tjera që ndoshta janë të vështira, mirë po hajri është më i madh se sa ti kishe pas çato dyert e lehta qel. Për këta i shohim që dietarët zakonisht nuk kanë arrit dije, pse i kanë pas që të dyert e lehta qel. Mirë po pikërisht i kanë pas disa dyert të rëna qel, mirë po ja kanë mësuar që ato edhe nuk janë tut. E ne fatkeqësisht, nëse si kemi qel dyert e lehta, dyrve të vështira, jo që se nisim fare mesna për to, mirë po tutmi edhe mi këshyr. Për këtë arsye edhe mbesmi aty ku kemi mbet. Ndërsa Imam Shafiu kemi thonë qysh i ri, ose qysh moshën 7 vjeçare ka mësu Kur'anin për menç, moshën 10 vjeçare ka mësu Muwattajen, që ka qenë një libër sikurse Sahihi Buhariut që është sot, ka qenë atko, Muwattaja Imam Malikut e ka mësu komplet për menç, moshën 10 vjeçare. Pastaj duke qenë ende i ri, dietarët e kanë pa mençurinë, dijen, aftësinë, devotshmërinë e Imam Shafiut, saqë dietari i tij në Mekë që ka mësuar Imam Shafiu hadithe prej tij, Sufjani ibn Uyejne, kur është pyet për disa mesele, shpesh i ka thonë pyet në këtë djaloshën e ri, ku ka aludu tek Imam Shafiu. Edhe pse ka qenë djalosh i ri, mirë po e ka pa se kjo është i gatshëm për me dhënë fetva, edhe pse ka qenë ndoshta ndër të 20-tat. Po kjo ka qenë Imam Shafiu. Imam Shafiu edhe pse Allah i kishte dhënë dije, këtë dije nuk e ka keq përdor asnjëherë. Se zakonisht njerëzit që kanë dije, kanë mundësi që dije me keq përdor edhe me i turpënu njerëzit kur të flasin me ta ose kur debatojnë me ta. Imam Shafiu është njohur me debate të shumta dhe të shpeshta që ka bën. Mirë po asnjëherë nuk e ka keq përdor debatin për mi pështru të tjerë. Sa që ka thonë Imam Shafiu ka thonë, kur s'kam debatu me askënd që me mujt, veç me ja tregu hakun. Kur s'kam debatu me askënd me mujt, veç me ja tregu hakun. Po ashtu ka thonë, kur s'kam debatu me dikand duke pasur dëshirë që ai të gabon. Kur s'kam debatu me dikand duke pasur dëshirë që ai të gaboj. Po ashtu ka thonë, sa herë që kam debatu, kam dashur që Allahu atij tjetrit më ia hap dyert. Atij tjetrit më jap sukses, me rëndësi në fund, tu duhet më pajtu në një të vërtetë që është Islami, ose është argumenti. Për ta, dietarët thonë Imam Shafiu kur nuk është treguar ose transmetuar që ka humb ndonjë debat. Për shkak dijes madhe që ka pas, oratorisë, fuqisë argumentit, kur s'ka humb në debate. Saqë tregojnë nxënësat e tij thonë, kur i kemi pa të tjerë duke debatu me Imam Shafiun, na ka ardhur gjëna për atë. Qatë shumë kanë betë pa fuqishëm në shprehjen e argumenteve përballë Imam Shafiut. Për këtë tregon Muhammed ibn Abdullah ibn Abdul Hakim thotë: "Ma ra'aytu Shafi'i nadhara ahadan illa rahimtu." Kur s'kam pa dikant duke debatu me Imam Shafiun përveç se më ka dhimbë. Dhe thotë: "Walau ra'ayta Shafi'iyya yunadhiruka li dhananta annahu sab'un ya'kuluk." Dhe po ta kishe pa Imam Shafiun ose po të kishe debatu Imam Shafiu me ty, kishe menu që është një luan që është përgatit me të ngranë. Po qaq i argumentushëm, qaq i fuqeshëm, ka qenë Imam Shafiu në të folër në argument, sa që ke menu që është një luan, sukur frika nga luani, ka lik të tjertë nga debati me Imam Shafiu. Po ashtu ka thonë Rabi, që ka qenë prej nxënësave të Imam Shafiut, "Lau nadhara Shafi'i ash-shaytan qata'ahu wa jadalahu." Po kishte pas mundësi Imam Shafiu me debatu edhe me shejtanin, kish me ambyll gojën. S'kish pas fuqi shejtani me u kundërpërgjigj. Qatë shumë ka qenë i ditur dhe ka pas fuqinë e argumentit fort. Ndërsa djali Imam Shafiu thot, Ebu Uthmani, "Ma sami'tu abi yunadhiru ahadan qat fayarfa'u sawtahu." Kur se kam ni babën tem kur ka debatu që e ka ngrit zonën. Kur se kam dëgju babën tem kur ka debatu me ngrit zonën.
E fatkeqësisht kjo është edhe praktika e dietarëve. Ata e mosin fuqinë e njëri tjetrit me argumente, jo me zonë. E sot kuan që jetojmë, matët fuqia e tjetrit se sa ka mundësi me ngrit zonën dhe sa është orator. Nuk matët se sa e ka fuqinë e argumentit, mirë po matët sa është orator edhe sa e ka zonën e ngritur. Ndërsa në kaluamën kjo ka qenë ndryshe. Po ashtu Imam Shafiu i ndëgjon duke debatuar dy persona, edhe njëri prej tyre thotë: In kunte kulte kedha fa innaka qad kafarta walhamdulillah. Në qovë se e thu qëtë fjalë, ki me dalë prej fejës, elhamdulillah. Pra nëse e thu qëtë fjalë, delë prej fejës, e thotë elhamdulillah. Imam Shafiu thotë qysh, kejfe të ahmedullah ala kufri muslim. Qysh po gëzohesh me thonë elhamdulillah, kur tjetëri po delë prej fejës. Kësi lloj raste du të me shprej me thonje të cilat aludojnë mërzi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Të Allah t'je dhe të ka i do të kthehemi. Pra e ka qërtu një person që është gëzu pse tjetri po e thot një fjalë çet prej fesë. E fatkeqësisht kjo është e pranishme në kohën tonë, ku njerëzit në vend që të këshillojnë të tjerë, momentin që ndëgjojnë ndonjë fjalë të kofrit për ta, me njerë thojnë të jetë qafer, me njerë i thojnë e përgëzojnë me xhenem. Sikurse mu gëzu pse tjetri po thot fjalë të kofrit. E ke padyshim që tregon në shpirt ligësinë e tina, tregon që zemra e tij nuk është e pastër, mirë po është e smutë. Imam Shafiu po ashtu nderuar vëllezër, një ditë në dersën e tij ka debatuar me Yunus as-Sadafi. Ka debatuar edhe ky Yunusi nga nervoza e madhe u çu e kalon debatën dhe ka hec. Nga nervoza e madhe u çu dhe ka hec. Ndërsa Imam Shafiu natën shkon edhe i trokit te dera shtëpisë. Edhe del edhe e çuditet, edhe çka i thot? Tha ja Yunus, o Yunus, tajma'una mi'atul masail wa tufarriquna mas'ala. Thotë Yunus, a është e logjikshme ku qindra mesele pajtohemi për të, e mund na nda veç një mesele? Pra a ka puna që me një mesele me prish vllaznillakun? Çka i thot pastaj? Ela yastaqimu an nakuna ikhwanan wa in lam nattafiq fi mas'ala. As ja vlen që më kanë vllazni edhe pse s'pajtohemi ndonjë mesele. Pra kjo është bazë që duhet me pas secili prej neve. Pra ndasia është nga shejtani. Përçarjen Allah kur nuk e don. Përçarja është dëshira e shejtanit. Prandaj sado që kemi divergjenca në mesin e njëri tjetrit, secili prej neve inshallah synon të vërtetën. Prandaj Imam Shafiu ka thonë këtij, secili prej neve jemi duke dashur me arritë e vërteta. Po çes po pajtohemi. Ti po mendon që i ke argumentet më të forta, unë po mendoj që i ka më të forta. Tash këto më të forta kush i ka, kemi me dhon përgjigje para Zotit. Pra, pse mendojun që janë argumentet e mia më të fuqishme, nuk do me thonë që ti mu pajtu me mua. Se ty nashta nuk tu ka mush menja. Pra nuk do me thonë me ja imponu tjetrit e me dash tjetrin veç kur të pajtohet me ty. Këta kemi mësuar më vonë Imam Shafiu kur ka shku në Egjipt. Në Egjipt ka qenë me dhëbi Imam Malikut. Edhe pse e ka pas mësues Imam Malikun, shumë mesele nuk është pajtu me ta. Saqë njëri që ka qenë në Egjipt e ka mallku Imam Shafiun prej dietarëve, fatkeqësisht. Ka thonë ku s'ja merr Zoti shpirtin Imam Shafiut edhe me dek më na lën rahat. Do me çu poshtë me dhëbën e Imam Malikut. Pse? Se qëllimi i tij nuk ka qenë i pastër. Por këta emri i tij përmendet, ndërsa emri i Imam Shafiut përmendet asot. Imam Shafiu po ashtu nderuar vëllezër e ka ndëgju Muzaniun që ka qenë prej nxënësave të tij duke thonë: "Semi ani Shafi yawman wa ana aqul." Thotë më kanë ndëgju Imam Shafiu një ditë duke thonë: "Fulanun min ar-ruwati kadhab." Njëri prej transmetuesve, për shembull, prej lëndëve të hadithit është që për me thonë një hadith është i sakt, i dopt, do të me tregu edhe biografinë e atij që transmeton hadithin. Pra jo prej çdo kujna pranohet hadithi. Pra nëse dyshohet tek një person që ka gënjy ose kështu me radhë, do të me përmend si cilësi. Jo për me kesh, jo për me bëu gibet, por më tregu arsyen pse hadithi është i dopt. Edhe thotë më dëgjoj Imam Shafiu duke thonë, ky hadith është i dopt ose i papranuar për çfarë arsye? Se ky transmetues është gënjeshtar. Ky transmetues është gënjeshtar. Thotë tha Imam Shafiu. Tha përmirësoje fjalorin. Ki edukat në shprehurit. Pse? Tha përdor shprehje që e kanë rezultatin e njëjtë. Pra thuj hadithi i tij nuk është i pranuar. Pra që ndesh thave është gënjeshtar, ndesh thave hadithi i tij nuk pranohet, është e njëjtë, pra rezultati i njëjtë. Mirë po ruaj gjuhën, pse sa ai ka qenë dietar.
Është e qartë, pra ky ka qenë Imam Shafiu. Po ashtu Imam Shafiu nderuar vëllezër është mundu mi arsyetu të tjerë. Kur nuk e ka keq kuptu, nuk e ka paragjykuar tjetrin, edhe pse ndoshta fjala kuptim të parë është keq kuptu. Është për më keq kuptu. Për shembull, ka Rabiu kur është smu Imam Shafiu, ka Rabiu që ka qenë prej nxënësave të tij. Thot, fa dakhaltu alayhi fa qultu ya Aba Abdullah, ka wallahu da'fak. Kur është i smur Imam Shafiu, thot hina te kaj dhe i thash, o Ebu Abdullah, Allahu ka wallahu da'fak, për kësaj mundën më kuptu dy kuptime kuptuan për kësaj shprehje. E para ka wallahu da'fak i bie, Allahu të forcoft, e ta largoft smundjen. Po kuptuat prej kësajna edhe Allah ta shtof dobësinë edhe më shumë. Pra për kësaj shprehje kuptuan të dy shprehjet, të dy kuptimet. Edhe Imam Shafiu duke u tallë me të i thot, po nëse ma shton Allahu dobësinë vdes, qysh po lutesh që Zoti më shto dobësinë? Thot vallahi nuk e kam pas për qëllim ta. Imam Shafiu tash i thot tina, vallahi thot, "Lau da'ut Allah alayya la'alimtu annaka lam turid ila al-khair." Edhe në qoftë se e kishe lut Allahun kundër meje, kur nuk kisha besu se ke dash vetëm se hajrin për mua. Pra në qoftë se më kishe shoh, ta kisha mirë kuptu, kisha thonë se ky ka pas për qëllim mirë për mua, se një këta. Nuk ka mundësi ky më lut kundra meje ose me pas qëllim të keq. Pra ky ka qenë Imam Shafiu. Për këtë Imam Dhahabiu thot, këtë shprehje që i ka përdorur Imam Shafiu tregojnë dhe aludojnë për një zemër jashtëzakonisht të pasur. Për këtë Imam Shafiu ka thënë lejse bi akhi men ihtajta ila mudarati. Nuk është prej vllaznive to, ai që çdo herë do të më arsyetu. Pse e ban këtë veprim? E pse ke thonë kështu? E pse ke thonë ashtu? Kë nuk është prej vllaznive. Mund të më kanë prej njerëzve thjesht që mundesh me fol me ta, me bën ai mohabet thjesht. Po prej vllaznive tu s'ka mundësi më kanë, pse sa ai do të më të njoft. Do të më ta njoft karakterin tan, do të më ta njoft pse ke thonë këtë. Për këtë thotë nuk është prej vllaznive të tu, ai që ka nevojë për çdo fjalë ti më arsyetu atina. Imam Shafiu një ditë ndër vllazën i ndëgjon njërin duke fol keq për një dietar, ndërsa nxënësat e tij duke i ndëgju këtë. I thot nxënësave të vet, sa e kupton që ai është mendje lehtë ai që po fol. Thot pastrojeni ndëgjimin e ju. Pastrojeni ndëgjimin e ju. Për çfarë arsye thot fa innal mustami'a sharikul qa'il. Nga sa ai që ndëgjon është sikur sa ai që fol. Pra mos mendoni ju që jeni duke ndëgju, e s'jeni të reagu, jeni më të mirë. Ju që po ndëgjoni, e s'po reagoni, mi thon son ashtu ose më ec krejt me lën vet, thot jeni njëjtë. Jeni bashkë pjesëmarrë në gjëna sikur sa ai që po fol keq për dietar. Imam Shafiu po ashtu nderuar vllazën është njohur se e ka pasur sunetin e pejgamberit alayhis salatu wasalam jashtëzakonisht shumë, çysh kemi thonë edhe për krejt imam e katër mëdhëbeve. Saçi ka thonë kur ta shihni që e kum transmetu një hadith të vërtet, edhe nuk punoj me ta, dëshmoj para juve se në çato momente jam i çmendur. Nuk kam mend. Nëse e shoh që është një argument i saktë, edhe nuk jam të punu me ta, di nëse më kanë dalë mend. Nuk jam o qaj që jam kon. Po ashtu Imam Shafiu nderuar vllazën ka thënë, idha sahha al-hadithu fa huwa madhhabi. Kur saktësohet një hadith, çfarë është madhhabi jam? Edhe nëse s'kum thon. Për shembull, jam përgjigj diçka me logjikën time, se s'um ka arrit argumenti. Por në momentin që ju arrin argumenti, edhe pasi që kam vdek, thunë përgjigjet me argument se çfarë është madhhabi jam. Dhe kjo është edhe do të thonë përgjigja e katër imamëve që kanë thonë sër kur të bën kundërshtim fjala ime me hadithin, gjunë fjalën time dhe merrne hadithin e pejgamberit alayhis salam. Për këtë arsye kjo dëshmon se Imam Shafiu asnjëherë nuk ka dashur të tjerët me pasu ata verbërisht. Nuk ka dashur me pasu verbërisht. Për këtë Imam Shafiu ka dy mëdhëbe. Imam Shafiu ka dy mëdhëbe. Mëdhëben e vjetër edhe mëdhëben e ri. Mëdhëben e vjetër sa ka qenë në Irak, mëdhëben e ri sa ka qenë në Egjipt. Pra në fund të jetës vet Imam Shafiu ka shkuar në Egjipt. Dhe aty është taku me dietar të shumë, me dietar të ndryshëm, me argumente që si kanë dëgjuar më përpara, edhe i kanë ndryshuar disa mesele ose disa përgjigje që ka thonë ndrysh kur ka qenë në Irak. Por ta ka libra të cilat i kanë tubu që të fetva që Imam Shafiu i ka ndru. Nuk e ka ndru komplet me dhebin, po ka pas mesele të caktume që Imam Shafiu i ka ndryshu përgjigjet atëherë kur është bë e qartë, do të thonë argumenti që është më i fuqishëm se sa ajo që ka dhënë fetva më herët. Për ta thuhet që Imam Shafiu ka pas dy mëdhëbe, mëdhëben e vjetër që ka qenë në Irak dhe mëdhëben e ri që ka pas në Egjipt.
Thot Rabi, një prej nxënësave të Imam Shafiut, thot qara'tu ar-risale ala Shafi'i nayfan wa 30 marra. E kam lexu librin e Shafiut Risale që ka pas, thot mbi 30 herë. Çdo herë që e kam lexu ka përmirësuar diçka prej tina. Çdo herë që e kam lexu ka përmirësuar diçka prej tina, do s'ka qenë qëllimi që mu kuq para të tjerë, he pas ka gabu, tash po ndryshon. Ja. Fare se ka nisë çka thonë të tjerë. E rëndësishme është po mbahet të qartë se kjo fjalë se ka vënë në çet libër. Edhe në fund ka thënë Imam Shafiu, Allahu nuk po don që me pas libër të saktë sikur se libri i tij. Thon, nuk po do me lën libër të saktë sikur se libri i tij, pa gabueshme është veç Kurani. Dërsa librat ton mund me mendu që janë pa gabueshme, mirë po kur ta rishikojmë njerëz sa herë kemi me gjetë në to gabime. Imam Shafiu ndër vllazën në fund të jetës vetë, më thon vendoset në Egjipt, thon 2-3 vjet e fundit vendoset në Egjipt dhe aty në moshë të re, edhe pse kishte arrit në Egjipt, më thon privilegje të shumta, pasuri, pozitë, mirë po fund të jetës vet, më thon e kap një sëmundje jashtëzakonisht e rëndë. Saqë Yunusi, që ka qenë prej nxënësave të tij, Yunus ibn Abdul Ala, thot, nuk kam dëgjuar që dikush është provuar me një sëmundje më të rëndë se sa Imam Shafiu. Thon ka pas gjakderdhje të vazhdueshme, saqë kur ka ligjëruar e ka marrë një taz afër vetes nga gjakderdhja e vazhdueshme që ka pas. Për këta thuhet që Yunus ibn Abdul Ala kur ka shku tek Imam Shafiu në fund jetës vetë, më thonë, me po, i ka thonë, o Yunus, mi lexo ajetet prej 120 të surës Ali Imran. Dhe thot, i lexoj ato ngadalë. Për çfarë arsye ka kërkuar Imam Shafiu që më lexo këtë ajete, Yunus ibn Abdul Ala, nga se në çeta ajete përmenden sprovat në cilat kanë kalu pejgamberi alayhi salatu wassalam mes shokët e tina. Kështu që ka desh me pas një lloj ngushëllimi ose një lloj domethënë një lloj ngushëllimi dhe një lloj force me gjetë dhe motive, por me ecë nga se ka pas do të thotë ka pas qëllim të jashtëzakonisht të mëdha. Për këtë arsye thuhet që Imam el-Muzaniu kur ka hyrë tek Imam Shafiu dhe i ka thonë, në smundjen të cilën ka vdek. Imam Muzaniu ka shku me pa Imam Shafiu dhe i ka thonë, "Kayfa asbahta ya Aba Abdullah?" Çish ki hallet sot o Ebu Abdullah. Ebu Abdullah e ka pas nofkën që zakonisht janë emërtu këtë në herë në emrin e djalit më të madh. Po çka ka pas emrin djalit më i madh, e ka marr baba i filanit. E Imam Shafiu është thujt baba i Abdullahit. I ka thonë çish je sot Ebu Abdullah, thot asbahtu min ad-dunya rahilan. Halli është që po e lën dunjan. Walil ikhwani mufariqan. Dhe po ndana me vllaznit e kësaj bote. Walisuja ameli mulaqian, dhe me veprat e këqija të mia që ka arkuar mu taku. Thon Imam Shafiu ndër vllazën veç 54 vjet i ka pas kur ka vdek, që thojnë dietar të snimi dietar alim që kalon pas vetës libra më shumë se Imam Shafiu. Edhe kemi tregu biografinë e tij, mirë po prapë se pranë fund jetës vet po thot, më ka arkuar mu taku me veprat e këqija që i kam bë. Para më në. Thonë, në çdo momente po i kujton disa vepra të këqija që ka mujt mi po, e ndoshta Zoti s'mi ka fal. Pastaj po thotë wali kasil maniyati shariban, dhe ka arkuar me pi gotën e vdekjes. Walallahi ta'ala waridan, dhe ka arkuar me kthy tek Allahu. Wala adri ar-ruhi tasiru ila al-jannati fa uhanniha. S'po di tash shpirti jam ka më shkuar në xhenet që ta përgëzoj, em ila an-nari fa waziha. Apo në xhenem dhe ta ngushlloj, pastaj ka filluar me kajt dhe ka qit një poezi që inshallah e lexojmë në herë tjetër. Imam Shafiu ndër vllazën ka vdek në natën e xumë. Në natën e xumë e pejgamberi alayhis salam ka thënë kush vdek në natën e xumë, Allahu ka më rujt prej sprovës së varrit. Ato pyetjet që ja bojnë melekt të vdekurit në varr dhe sprova që i ka varri përgjithësi nuk e godet domethënë atë person që ka qenë prej muslimanëve që ka vdek në natën e xumë. Pastaj shpresojmë që edhe Imam Shafiu e ka arrit këtë privilegj. Imam Shafiu ka vdek në moshën 54 vjeçare. Rabi ibn Sulejman ka qenë prej nxënësave të tij, thot para se me vdek Imam Shafiu e ka pa një ëndër. E pash që Ademi alayhis salam ka ndruar jetë. Edhe po ja përgatismi xhenazën e tij për me varros. Edhe tha shkova i vetë disa komentues të ëndrave se çka do të thotë kjo ëndër, thot pas ka me vdek dietari më i madh në tokë që po jetoj ka.
Ka e ka lidhë këta? Nga se Ademin a.s. Allah ja ka mësu krejt emrat, apo? Por këta e ka veçu prej melekve me dije, Ademin a.s. Dhe ka pa duke vdek Ademi. Pastaj ka bën një lloj krahasimi se çaj që pas ka me vdek, pas ka me qenë prej njerëzve më të ditur të tokës, çashtu që kanë qenë në kohën e Ademit a.s. Ademi prej njerëzve më të ditur. Dhe s'ka shku shumë kohë dhe ka vdek Imam Shafiu. Po ashtu po i shpjegojmë edhe disa prej thonjeve të Imam Shafiut, që ka thonje të shumë, ta mirë po për shkak të kohës vetëm disa prej tyre. Ka thënë Imam Shafiu, "Laysa ba'da ada'il fara'id shay'un afdal min talab al-ilm." Nuk ka pas kryerjes së farzave vepër më të mirë, më të pëlqyeshme se sa kërkimi i diturisë. E kanë pyet pas xhihadit në rrugën e Zotit, ka thonë as xhihadi në rrugën e Zotit. Çka i bie kjo? Me morë një shembull. Amam sevap, ki me armë ngu dersin, që konsiderohesh në ders prej se e nis prej shtëpisë, derisa dash prej dersit, gjysore zënë 40 minuta, apo më fal 40 minuta në shtëpi namaz nafile. Imam Shafiu mbas asaj që ka lexuar nga ajetët, nga hadithet, po thotë që sevapi më i madh është me armë ders. Cili prej neve kena mundësi më fal 40 minuta namaz nafile pa ndar? Asnjë. Për këtë arsye, kërkimi i diturisë është prej veprave më të mira tek Zoti. Për këtë ka thënë Imam Shafiu, nuk i është dhënë askujt në dunjë gjë më e madhe dhe më e vlefshme se sa pejgamberlloku. E pas pejgamberllokut nuk i është dhënë askujt diçka më me vlerë dhe më të mirë se sa dija edhe kuptimi i fesë. Po ashtu Imam Shafiu ka thënë, "Zinatul ilm al-wara wal hilm." Ajo stolia e diturisë, bukuria e diturisë është që të bën ty devotshëm edhe të butë. Kjo vara me përkthy i bie mu largu prej halalit nga frika se mos po del haram. Pra dija të bën ty jo vetëm mu largu prej haramit, po mu largu edhe prej disa veprave që janë halal nga frika se mos po të çojnë në haram. Po kjo është një kategori e lartë që Allah ja mundson vetëm njerëzve të ditur. Po ashtu Imam Shafiu ka thënë, prej poshtrimit të dijes, prej asaj gjonave që e ulin dijen, ja ulin vlerën është që me debatu me çdo kanë që kërkon debat. Edhe mu mirë me çdo fjalë që ndëgjon. S'ki nevojë. Njeri i mençum di kur me debatu. Njeri i mençum di me kanë me debatu. Din kujna me akthi, din kujna mos me akthi. Pra nuk është të thënë pse ke dije me çdo kanë me fol, nga se kjo është poshtrim i dijes. Po ashtu Imam Shafiu ka thënë, nuk ka rrugë e cila çon tek kënaqja e njerëzve asnjëherë. Pra nuk di rrugë që nëse e çata kanë më kon njerëz të kënaqur. Mirë po ka thonë, e jot jashtë, fendhur ila ma yuslihu dinek falzamhu. Mirë po të njeke rrugën që të banë me kënaqë Zotin, me përmirësu fejnë, që kjo ka më të bëtë kënaqën, inshallah. Për këta e ka thonë edhe një thonje, dhe me këta po e përfundojmë për shkak të kohës, ridha nasi gajetun la tudrak. Mi bën njerëzit e kënaqur me ty, është një rrugë që kur nuk arrihet. Është një synim që kur nuk arrihet. Wa ridallahi gajetun la tudrak. Mirë po, me bën Zotin të kënaqur, me kënaq Zotin është një rrugë që patjetër do të më bën. Nuk ban me lënë. Pastaj ka thonë, njeke ata që nuk lihet, edhe leje ata që nuk arrihet. Pra me bën njerëzit e kënaqur me ty, s'ki me mujt, leje këta, mos jam mësuj kësaj rruge, sa as pejgamberi s'kan mujt. Pejgamberi i Zotit e kanë ofendu, kanë shpif për ta. E kush jeton mos më shpif për ty. Por arritja e kënaqësisë së Zotit është një rrugë që nuk ban me lënë, edhe ki mundësi me arrit. Këta Imam Shafiu ndër vëllazë me 54 vjet, çka ka arrit? Sa'd ibn Muadh me 36 vjet ka bën mudridh arshi i Allahut me vdekjen e tij. Që do të thotë se te Zoti njeri nuk matet me vite, matet me punë. Dikush ka mundësi me jetu 20 vjet, 30 vjet, po me punu dhe me pas vlerë te Allahu dhe me kanë grada më të lartë xhenet se sa një njeri që ka mundësi me jetu 100 vjet, 150 vjet. Për këtë arsye është mirë që çat punë që ta bëjmë e pakët, më kanë e sinqert, nga se vepra e pakët e sinqert është e madhe te Zoti. Vepra e madhe e pa sinqert është e vogël te Zoti. Elusmi Allah në madhreshëm të na falë në mëshiroj. Elusmi Allah në madhreshëm që të sëmurët në Allah të shërejt vdekurit të në të mëshiroj. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.